Radio Shkupi, Radio Mali Zi, Kufi, programi i përbashkët me zhvillimet që të kalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Përshëndetje nga studio Radio Tiranës, miq të emisionit Pa Kufi, po fillojmë sot edhe një tjetër emision të radhës. Do të bashkëbisedojmë një temë të rëndësishme që ka qenë aktualiteti këtyre kohëve të fundit dhe natyrisht siç ndodh në stin e dimrit, por jo vetëm. Do të flasim për rolin e emergjencave civile dhe institucioneve tjera shtetërore në vendet tona në mbrojtje të jetës, pasurisë, qytetarëve në raste problematikash dhe fatkeqësisht natyrore. Nga studio e Radio Tiranës, ju përshëndes, unë jam Omar Gjeka që do ta moderoj këtë emision. Këtu në studion e Radio Tiranës, unë jam me zotin Besnik Hysaj, drejtorisë gatishmërisë dhe koordinimit të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile të Shqipërisë. Besnik, faleminderit shumë që erdhët. Është hera e parë që jemi bashkë në Pa Kufi, është kënaqësi dhe të falenderoj shumë për kontributin sot në emisionin tonë. Atëherë përshëndetje, faleminderit edhe Radio Kosovës, Radio Shkupit, Radio Mali të Zi. Po, do t'jemi së bashku me kolegët. Ja, me njerë do t'a kaloj mikrofonin në studio në Radio Kosovës. Atje është kolegja Mirvete Uka me Nehat Koçinaj nga Agjencia e Emergjencave Civile të Kosovës. Përshëndetje Mirvete, apo dëgjohemi? Përshëndetje Jaho, po, dëgjohemi shumë mirë, ju përshëndes juve dhe të ftuarin tuaj, përshëndes edhe kolegët në 2 studio tjera dhe të ftuarit e tyre po ashtu. Unë kam ftuar sot për të biseduar për këtë temë doktorin e shkencave Nehat Koçinaj, është udhëheqësi i divizionit për çështje ligjore, marrëdhënie me publikun dhe ato ndërkombëtare. Zoti Nehat, përkundër angazhimeve që keni pasur kohëve të fundit, megjithatë gjetët kohë që të jeni sot në studion e Radio Kosovës. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit, Mirvete. Përshëndetje për të ftuarin tuaj. Në studion e Radio Shkupit me kolegun Mehmet Ali Jusufi është Safit Zeqin nga Drejtoria për Emergjencat Civile të Maqedonisë. Përshëndetje Mehmet Ali, apo dëgjohemi mirë? Po, ja, o dëgjohemi shumë mirë, si zakonisht, ashtu siç po të nëcove, i ftuari në Radio Shkup është Safit Zeqiri nga njësia për analitik, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim. Përshëndetje Safit, mirë se erdhe në Pa Kufi. Përshëndetje dhe të gjithë kolegët tjerë që janë sonte me neve në këtë emision Pa Kufi. Ta mora pak atë kohën që du të redheksoj prej Londra, i ardë faleminderit shumë që nda kohë për Pa Kufi. Faleminderit për ftesën, pra drejt prej Londra drejt në Shkup, Radio Shkupi. Kjo shumë mirë. Shumë vlerësim për emisionin tonë. Faleminderit të ftuarit tuaj me Medali. Kronikën nga Radio Mali Zi e ka përgatitur kolegja Paula Dekaj. Ajo ka të ftuar Abdullah Niman Begun, kryeshef i shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit në Ulqin. Do ta ndjekim diku rreth mesit të emisionit kronikën e kolegëve nga Podgorica. Mendoj të fillojmë këtu në Tiranë bisedën për aktualitetin e këtij emisioni, pra për rolin e emergjencave civile. Do të filloj të flas më njëherë me zotin Hysaj. Zoti Hysaj, fillimisht do doja një panoram të shkurtër për atë se çfarë la pas kjo përmbytja e radhës në Shqipëri, pastaj do të doja të flisnim pak edhe për atë se si është organizuar mbrojtja civile, do thotë paksa për dëgjuesit tanë. Faleminderit për pyetjen. Atëherë, si rezultat i rreshjeve të dëndura, si përfundim kemi goxha dëme në qarkun e Shkodrës, Kukësit, Lezhës, Dibrës, Durrësit, Tiranës, Fierit, Berat, Vlorë dhe Korçë. Unë po hydhe pak një çik në detaje, kemi në malësi të madhe rreth 11 banesa dhe një biznes, në Vonides 14 banesa, në Has kemi 1 banesë dhe 200 hektar tokë, Tropoj 2 banesa, qarku i Lezhës është 1300 hektar, 36 banesa. Pra tokë që është përmbytur. Tokat përmbytur ato, në përgjithësi janë të gjitha toka bujqësore. Kemi Dibrën me
5 banesa dhe 2 stalla, kemi Matin 17 banesa, 1 stall, Klosin 6 banesa, 1 stall. Më problematik ka qenë qarku në Durrësit. Durrësi ka 2474 banesa, Shiaku 44 dhe Kryeja 70 banesa që janë prekura. Kemi edhe në qarkun e Tiranës 2 banesa, 16 stalla, kemi qarkun e Fierit me 115 banesa, kemi Edhe me tokë bujësore, natyrisht. Po, edhe me tokë bujësore, po unë nuk po i përmend të gjitha, nga që më problematike kanë qenë te prania e ujit në banesa. Kemi qarkun e Beratit, kemi edhe qarkun e Vlorës, pa dash të hy, domethënë në detaj. Që ishte edhe një rast që edhe me mediat u bë, ishte një rasti i Fierit ku ne ishim edhe prezent atje, ishte që ne nuk kishim komunikim fare me 2 bari, me 2 tufa që kishim të veçanta. Po, që kishin mbetur të izoluara. Që kishin mbetur të izoluara, po domethënë nuk kishin fare komunikim dhe ne nuk e dishim që domethënë njerëzit janë apo nuk janë gjallë, qoftë edhe për gjën e gjallë. Atëherë si rezultat i pajisjeve që ne kemi si Agjenci Kombëtare të Mbrojtjes Civile, kemi aktivizuar dronët me kamera termike dhe u arrit identifikimi i tyre, ishin shëndetësi mirë, edhe shpëtimi i tyre normalisht, duke u çuar bile nga strukturat e bashkive, duke u çuar bazë ushqimore, ashtu edhe ushqime për ta dhe nuk kishim asnjë lloj problemi. Situata momentalisht ka kaluar, por është pasojat, pra janë këto. Janë këto që përmendëm, ka ca detaje tjera që ne nuk mund t'i hym. Po. Tani, mbrojtja civile, si është organizuar Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, domethënë? Atëherë. Shkurtimisht për të ta bërë edhe pak më qartë atë se kush merret me këtë gjë në raste të tilla për cilat po flasim. Atëherë, në çdo rast kuptohet mbrojtja e jetës dhe pasurisë qytetarëve është një detyrim themelor i shtetit modern. Shqipëria përballet rregullisht me rreziqe natyrore si përmytjet, ortek, zjarret dhe fenomenet ekstreme atmosferike që kërkojnë një sistem të organizuar të mbrojtjes civile. Sistemi i mbrojtjes civile në Shqipëri përbëhet nga strukturat përhershme të përkohshme në nivel qendror, qarku dhe bashkie. Nëpërmjet pra dhe nivel lokal. Po, lokal që janë bashkitë. Ndërmjet këtyre strukturave çdo ministri, agjenci dhe institucion ka role dhe përgjegjësi të veçanta për të gjitha fazat e ciklit menaxhimit të emergjencave civile. Funksionimi i sistemit bazohet në bazë ligjit 45/19 për mbrojtjen civile, i përcakton rregullat e funksionimit, përgjegjësitë institucionale, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe edukimin, trajnimin e inspektimit duke siguruar koordinim në standarde europiane. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile është institucion qendror, koordinues, përgjegjës për drejtimin, mbikëqyrjen dhe koordinimin e gjithë strukturave duke siguruar parandalimin që është kryesorja, gatishmërinë, reagimin dhe rinkëmbjen në gjithë vendin. Mbrojtja civile synon zvoglimin e rrezikeve nga fatkeqësitë dhe menaxhimin e tyre përmes një sistemi të integruar, efikas në të gjithë vendin. Shqipëria është një vend, më fal Besnik, një vend relativisht i ekspozuar ndaj përmbytjeve. Krahasuar me vendet tjera të rajonit, megjithëse si vjet pati goxha përmbytje edhe në Kosovë, edhe në Maltezi, edhe në Maqedoni, por Shqipëria është si vend është më ekspozuar me sa kam marrë informacion. E vërtet. Atëherë Shqipëria ndodhet në Europën juglindore, në një zonë ku ndërthuren ndikime klimatike mesdhetare dhe kontinentale. Territori i saj karakterizohet kryesisht nga relief malor, kodrinor, nivi bregdetare të gjatë në detin Adriatik dhe Jon, dhe me një rrjet të dendur lumesh dhe prurjesh të mëdha ujore. Sipas dokumentit të vlerësimit të rrezikut, që e bëjmë ne si agjenci, nga fatkeqësitë në nivel qendror, rrezikët më kritike me ndikim të lartë për zhvillimin e vendit përfshin çarjen e dikave, rreziqet teknologjike, përmytjet, rreziqet biologjike, si dhe rrëshqitjet e tokës dhe tërmetet. Qarqet më të ekspozuara, sipas këtij dokumenti që ne e bëjmë, janë Tiranë, Vlorë dhe Shkodër është me risk lartë, pasuar nga Fieri, Elbasani dhe Durrësi risk i lartë, Berati dhe Kuksi risk mesatar në të lartë, ndërsa Korça, Lezhë, Dibra dhe Gjirokastra janë me pak të rrezikuara për sa i përket këtyre rrezikeve. Po, mos qëndrojmë shumë tek pjesa teorike se tashmë u bë pak a shumë e ditur si kanë qenë konkretisht masat e
që u përballua, me të cilat u përballua ky realiteti i kësaj përmbytjes së fundit. Agjencia e Mbrojtjes Civile në varësi direkte të kujt është? Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile është në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Të Ministrisë së Mbrojtjes. Po. Të gjithë strukturat operacionale, njësitë e pushtetit vendor dhe institucionet e tjera që janë në dispozicion për të ardhur në ndihmë qytetarëve në bazë të ligjit dhe planit kombëtar të emergjencave civile. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile si institucion përgjegjës për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore dhe si koordinator i gjithë strukturave, ka ndërmarrë punën e gjithë strukturave. Ka marrë masa konkrete. AKMC-ja ka informuar dhe njoftuar të gjithë njësitë e pushtetit vendor mbi pritshmërinë dhe rreziqet e mundshme bazuar në njoftimet sinoptike dhe parashikimet e shërbimeve meteorologjike. Përmes qendrës kombëtare operacionale të emergjencave civile monitorohet 24 në 7 parashikimet meteorologjike në kohë reale të ardhur nga IGEU, Instituti Ushtarak Kopernikus dhe sisteme tjera dhe i përcjellim ato pushtetit vendor për të marrë masat parandaluese në lidhje me këto rrisje që mund të kemi. Çdo kërkesë e ardhur nga pushteti vendor përmes prefektëve të qarqeve është plotësuar nga ana jonë me mbështetje konkrete. Janë kryer evakuime të banorëve, të cilat janë strehuar në objekte shtetërore, tek familjarët e tyre, të koordinuar gjithmonë me njësitë e pushtetit vendor, duke garantuar sigurinë dhe mirëqenien e tyre gjatë periudhës së emergjencës. Natyrisht, puna juaj është e ndërlidhur me shumë faktorë të tjerë, me institucione të tjera, por shkurtimisht edhe për atë se si janë shtrirë institucionet dhe strukturat e mbrojtjes civile. Po pak shkurt të lutem, zoti Besnik. Sistemi i mbrojtjes civile është sistemi që kryen funksionimin e mbrojtjes civile dhe përfshin aftësitë dhe aktivitetet që sunojnë mbrojtjen e jetës së njerëzve, gjendjes gjallë, pronës, të trashëgimisë kulturore dhe të mjedisit nga dëmtimi ose rrezikimi i dëmtimit si pasojë e fatkeqësive dhe përbëhet nga institucionet dhe strukturat qendrore të mbrojtjes civile, institucionet dhe struktura vendore të mbrojtjes civile dhe struktura operacionale të mbrojtjes civile. Ndoshta këtu te strukturat operacionale të mbrojtjes civile desha të shtoj që te këto struktura hyn forcat armatosura, policia e shtetit, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, shërbimi i urgjencës mjekësore dhe struktura tjera të shërbimit shëndetësor. Këto janë të gjitha hallka që duhet të ndërlidhen me njëra tjetrën në raste të fatkeqësive natyrore. Në raste të përmbytjeve, të zjarreve, të tërmeteve, edhe tjera. Të gjithë fatkeqësive që mund të ndodhin, janë struktura që ne aktivizojmë vazhdimisht. Faleminderit për këtë pjesë, Besnik. Kalojmë linjën tek koleget e Kosovës. Po ja. Zoti Kushina, si është gjendja pas vërshimeve? Ishte një situatë bukur e rënduar këto ditë. Faleminderit për pyetje. Para se të përgjigjem në pyetje, dëshiroj të përshëndes kolegët nga të tri pikat e komunikimit në këtë emision të jashtëzakonshëm, shumë me vlerë, shumë me peshë për gjithë neve, po sidomos për fushën nga ne këtu në Tiranë. Faleminderit Besnik, faleminderit gjithë juve. Pro të kaloj në përgjigjen si është situata tani pas kur komisionet komunale janë dalë në teren dhe në ditën e fundit kur e kemi supozuar që ja përmbyll cikli i përmbytjeve, janë në procesin e vlerësimit dëmeve. Nëse nuk gaboj, ka qenë 10 ditë e fundit edhe dorëzimit kërkesave, nëse ka qenë kjo për gjitha komunat apo? Në disa komunat që kanë përcaktuar sipas itinerarit të komunave përkatëse, po megjithatë, gjithat kanë shpall alarm menjëhershëm që qytetarët lajmërohen në data dhe adresat e caktuara me dëmet të cilët ju kanë shkaktuar vërshimet e fundit, përmbytjet e fundit. Përtej kësaj, komisioneve komunale të cilët e kryjnë pjesën bazike të vlerësimit dëmeve në komunat përkatëse, natyrisht edhe komisioni qendror ndërinstitucional cilit i prin Agjencia e Menaxhimit Emergjent është në vizita në gjitha qarqet ose komunat e Republikës Kosovës për të qenë më afër zyrtarëve përgjithës dhe për t'ju përcjell përditësimet e fundit në kuptimin e qasjes në vlerësimin e dëmeve. Nga ajo që keni parë edhe personalisht në terren duke vizituar me radhë komunat, po edhe nga analizat që keni bërë, çka rezulton, cilat komuna janë prekur më shumë? Fatmirësisht nuk ka dëmë një njerëz, por dëmet materiale janë bukur të mëdha. Po, patjetër që dëmet materiale janë bukur të mëdha, fatbarësisht nuk kemi humbje jetësh njerëzish që është prioriteti kryesor i secilit sistem të mbrojtjes
dhe shpëtimit, po ashtu edhe i mbrojtjes civile të themin në Republikën e Kosovës, i quajtur Agjencia e Menaxhimit të Emergjencës si autoriteti kryesor. Po. Pra, pyetja ishte për cilat komune janë prekur më shumë? Komunat kryesisht është pjesa nga veri lindja në drejtim të jug perëndimit. Pjesa qendrore është goditur kryesisht që përfshin Mitrovic jug, Vushtre, Obiliq, Fush Kosovë, Prishtinë, Lipjan, Ferizaj, Gjakov, Raovec, Malishev, Suarek dhe pjesërisht Gjakovën e përmena, dhe pjesërisht një zonë e Ulsirës, Prizrenit, ku kryesisht është tokë pjellore dhe vendbanimet ose ekonomitë familjare buzë rrjedhës së Drinit Bardh në drejtim të Shqipërisë. Pra domet janë të konsiderueshme dhe procesi është dinamizuar jashtëzakonisht krahasuar me vitet e tjera, sepse jemi praktikuar, ashtu edhe situata na ka detyruar me ndërmarrë. A keni qenë të përgatitur? Natyrisht që kemi qenë me kapacitetet që kemi në dispozicion dhe me dedikimin e jashtëzakonshëm dhe heroik të gjithë kapaciteteve reaguese që ne i trajtojmë si reagues të parë, ku njësitë e zjarfikës së shpëtimit janë të parë që reagojnë, Policia e Kosovës, Forca e Sigurisë Kosovës, shoqatat e kërkim shpëtimit, të cilët janë organizata vullnetare dhe të cilët kanë dhënë kontribut ditë e natë në zonat caktuara. Zoti Kurçinaj, pse po na ndodh kjo? Nuk është hera e parë dhe ne sado që kemi shumë dëshirë të kemi të rreshura për shkak se nuk kemi edhe mjaftueshëm ujë, duhet të akumulojnë liçenet tona artificiale, por gjithmonë pastaj kemi problemin tjetër. Nëse do të ketë të rreshura, do të kemi edhe vërshime. A është vetëm çështja e ujrave të rrëmbyeshëm si diçka natyrore apo edhe faktori njeri, mospastrimi i lumenjve, degradimi i natyrës? Që të dyjet. Pas një dilemë, tani cila do të vendosen në pozicionin e parë dhe cilën të dytin. Por rreshtet si ndalim dot, por faktori njeri. Pikërisht, aty desha dal, pra ndryshimet klimatike po e japin efektin e vet. Dhe këto paralajmërimet të dhëna veç një dekadë më herët, se ato për ditë e për vit kanë për të qenë më ashpra dhe më goditse dhe më të paparashikuara gjithsesi dhe me pasoja më të mëdha. Madje edhe nuk po i dihet në cilën sezon po ndodh. Pra sistemi i mbrojtjes civile gjithandej në 3 shtetet me të cilët tani po bashkëbisedojmë, po flasim rajonalisht dhe globalisht, me patjetër duhet ta shtrim sistemin e mbrojtjes civile deri te qytetari i fundit. Çka i bie kjo? Kjo i bie që komunitetin dhe familjen duhet ta përgatisim të i përgjigjet secilës sfidë në rastet fatkeqësive. Kur ato përgatitet familja dhe komuniteti më i vogël në skajën më të largë të territorit, atëherë sistemi mbrojtjes civile funksionon më rrjedhshëm dhe i përgjigjet kërkesave të qytetarëve. Në raste kur tani po e baj supozim, kur qytetari mendon se gjithmonë duhet pritur një ndihmë dhe një mbështetje nga dikush dhe ai të shndrojë në cilësinë e spektatorit, sinqerisht kjo nuk ka kuptim. Madje edhe platformë e udhëzim i nivelit global i Kombeve të Bashkuara që trajtojnë rreziqet nga fatkeqësitë, edhe bashkimet evropian, është shtrirja e përgatitjes në gjithë territorin dhe deri te qytetari i fundit, që në kupton gjithë rrjedhën e vet, nga masat preventive deri te masat që në kupton rimëkëmbjen afatshkurt për të kthyer në funksionalitetin bazë të jetesës pas fatkeqësisë. Në xhirimet e shumta televizive që kemi parë se ujrat të rrëmbyeshëm kanë sjellë mbeturina të shumta nga liçenjet që janë nga lumenjit e degraduar tashmë, por përveç kësaj edhe raste të ulësirave si te rasti i komunës së Fush Kosovës, kur është bërë ngritja e hapësirave rreth rrugës, rreth hekurudhës për shkak të ndërtimit të bizneseve dhe sikur shtëpit kanë mbetur si një lloj fush grope, dhe në këto raste duket se jo vetëm ujrat e lumenjve, por është edhe mbledhur uji i proskave të ndryshme, rrëkete e shiut, për shkak të
këtyre ndërtimeve dhe këtij niveli të ngritjes së zonave të caktuara. A duhet të kihet më shumë parasysh edhe në çështjen e marrjes së lejeve për të ngritur këto hapësira, për ndërtimet kolektive edhe të tjera të ngjashme se këto që pastaj po rrezikojnë edhe jetën e banorëve të tjerë në zona të caktuara? Natyrisht, si çdo komunitet, si çdo shtet, sistem i cili bën përpjekje për ndërtu qëndrueshmërinë e vet kashi sfidave nga fatkeqësitë, përmirësimet janë të pandalshme dhe të përjetshme, të përhershme. Në këtë kuptim të fjalës, sugjerimet e juaja si i komentuat absolutisht qëndrojnë dhe i gjithë sistemi i mbrojtjes civile në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, Moldzi e gjithandej ashtu e dhon vetveten në kapacitetin cilin e ka në dispozicion për të preventuar fillimisht, e kjo i bie fillimisht për planeve zhvillimore urbanistike në zonat të cilët janë të cenueshme dhe kanë kërcënimin permanent nga rreziku i përmbytjeve ose në rreziqe tjera, ti themi nga tërmetet, zonat seizmike, nga zjarret në periudhat e verës e rreziqe tjera, prandaj niveli komunal tek ne dhe i bashkive në Shqipëri edhe në shtete tjera është baza ose themeli i ndërveprimit me qytetarin. Në Republikën e Kosovës, niveli komunal ka edhe autorizime, ka edhe përgjegjësi, bazuar ligj, i cili duhet ju çoset ndërmarrjes dhe kontrollit ndërmarrjes masave në aspektin fillimisht me preventu, për mos me ordër ti themi ma përmbytja ose rreziku kërcënimit serioze të cilët cënojnë jetën, pasurinë dhe mjedisin jetësor në cilën do komunë. Defektet i kemi. Kjo është si pasojë e dinamizmit zhvillimit urban, i cili rrallëherë shkon edhe i pakontrolluar, që ka ndodhur në gjitha vendet përreth, dhe kjo është shkak pasojë, ai relacioni shkak pasojë i cili rrit gjasën për të afektuar më rënd komunitetin nga një sasi e treshurave e cila në këto kohët e fundit po rritet, ndërsa në kohë të shkurtur po rritet sasi ose volumi i treshura, që është pasojë e ndryshimeve klimatike, që të gjithë po e definojnë kështu. Po. Do t'i kthehemi edhe një herë në pjesën e dytë mundësisë së dëmshpërblimit dhe dëmave të përllogaritura, për sa është arritur të përllogaritet dëmi material, sepse ka familje që kanë humbur gjithë investimet e tyre jetësore në bazë edhe për breza të tërë, duke pasur parasysh edhe krizën që po jetojmë. Por do të doja të marr mendimin tuaj edhe lidhur me atë, a duhet ketë edhe pasoja edhe tek persona, tek institucionet që nuk i marrin parasysh këto gjëra dhe nuk i preventojnë ato duke mos lejuar ndërtimin, mbulimin e hapësirave të ndryshme, duke mos lejuar mbylljen e kanaleve të ndryshme të cilat do duhej, nëse nuk janë do duhej të parashikoheshin për rrjedhën e ujit, sepse uji gjithmonë kërkon një rrjedhje të lirë dhe do ta gjejë diku në hapësirën. A do duhej që edhe faktori njeri me që është një ndër shkaktarët kryesor të jetë po ashtu edhe të vuajë pasojat në kuptimin e marrjes së vendimeve tek institucionet lokale sigurisht. Po. E qartë është dhe e definuar mirë. Agjencia Menaxhimit të Emergjent besoj edhe agjenci tjera në rajon të shteteve fshinje e kanë këtë autorizim të inspektojnë edhe entitetet qoftë private, qoftë publike në përmbushjen e kritereve në kuptimin e ndërtimit nga faza e projektimit deri në fazën e pranimit, çfarë do objekti, pranimit kolektiv apo të biznesit. Prandaj ato janë detyruar. Secili entitet është i detyruar sipas ligjit për mbush kriteret e përcaktuara në ligj. Ndërsa në kuptimin e pasojave, a do duhej, natyrisht do duhej. Po në fund secili kryetar komune është përgjegjësi kryesor përmes dikasterit përgjegjës brenda komunës të monitorojë zbatimin e udhëzimeve nga ligji bazë për mbrojtje nga fatkeqësia. Që në planin urbanistik të parashihen edhe gjëra të tilla. Ato po fillojnë, kam informacione që ato janë tu implementuar në planet zhvillimore dhe planet urbanistike për ditë e për vite më shumë, por si duket nuk kemi ritmin e parashikuara në kuptimin e sasisë. Tham pak më parë se ne s'mund t'i nalim mreshjet dhe s'mund të përcaktojmë kur. Me çfarë sasi e intensitet kanë me godit cilën zonë për të pregadit me u ballafaqu. Ajo nuk varet nga ne, por nga ne varet që të jemi më të kujdesshëm në ndërtim. Zoti Kuzhinaj do të lëm hapësirë për Radio Shkupin tani dhe do të kthehemi përsëri pastaj. Jaho?
Po shkojmë në Shkup me kolegun me Medali Jusufi dhe të ftuarin e tij zotin Safit Zeqi. Me Medali? Po, ja faleminderit edhe mirëveten të ftuarit të juaj për këtë diskutim që bëjmë. Si thua, është shtruar në shumë në këtë temë në Tiranë dhe në Prishtinë dhe do doja kështu mos përsëritemi nëse je dakord Safit. Unë e di se je I lodhur dhe faleminderit që ndave kohë për pak kufi. Ka diçka të veçantë sepse edhe kur nuk është përmbytje, këto janë gjërat që na ndodhin çdo vjet. A ka diçka edhe gjatë sezoneve të tjera ose diçka që nuk u diskutuan në Prishtinë dhe në Tiranë, keni atë si thua ingerenca që vërtet të parashoheni, të parashikoni edhe gjoba ose nuk e di se si qëndron emergjenca këtu në Maqedoni. Pra, emergjencat civile ose roli I tyre gjithandej është pothuajse I njëjtë ashtu edhe si bashkëbiseduesit ose kolegët e mi përmendën në fjalimin e tyre ose në pyetjet, përgjigjet të cilat I dhanë, roli është gjithashtu I njëjtë gjithandej, edhe në rajon edhe jashtë rajonit, mirë po një problem të cilin neve e hasim tash si në Shqipëri, si në Kosovë, si edhe në Maqedoninë e Veriut, është diçka dhe ajo që e përmendja dhe zoti Koçinaj nga Kosova për rolin urban, ose unë do I them pak edhe kjo teprimi I ndërtimeve urbane për shkak se pas rreshjeve, tash konkretisht në Shqipëri që ndodhen edhe në Kosovë, dihet se problemi më I madh është edhe ajo që rrjeti atmosferik, infrastrukturën ne nuk e kemi. Përmendëm që unë sot erdha nga Londra, atje dihet është e njohur Londra se ka të rreshura shiu për çdo ditë, jo vetëm në kohën e vjeshtës, dimrit, po edhe në verë. Edhe në pranverë nuk mund të paramendoni një qytet I cili është pothuajse sa me sipërfaqe sa Kosova, edhe pak më e madhe ndoshta, pash shumë pak fluska ose të mbledhura uji me të cilën neve kemi përmbytje nga ajo. Kjo e bën që një qytet pa marrë parasysh a ndërtohet ose mbi ndërtohet, pa tjetër infrastruktura të jetë gjithmonë e para. Do ta tregoj një rast, pse e marr shembull Londrën. E marr se kam shumë më të freskët në vendbanimin ku isha tash këtë javë, domethënë aty e para që është realizuar ka qenë infrastruktura komplet e kanalizimit edhe rrjetit atmosferik. Pastaj është ndërtuar një herë shkolla, pastaj janë ndërtuar shtëpitë. Edhe jo 10 katëshe, 20 katëshe, 2-3 katëshe, 4 katëshe më shumë. Unë e di dhe jam I bindur që ne nuk mund të arrim Londra, nuk mund të arrim dhe një qytet ose shtet sikur që është ajo. Mirë po, ja problemet të cilet po na ndodhin në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë të Veriut edhe rajonin, është pikërisht fillimi, sidomos të rreshjet, kur ka sasi të mëdha të rreshjeve në qytetet, po bëhet kjo sikur e përditshme. Një shi I vogël po na përmbyt. Po mos të flasim për përmbytje më të mëdha. Do të lidhem pak edhe në Shkodër, kur vitin e kaluam ishte një kështu ushtrim ose ishte në Shkodër u mbajt një emri kësaj dua ta lidhe një stërvitje e madhe me të cilën unë e kisha rolin e observatorit. Kam përshëndetur sidomos kolegat e Shqipërisë me të cilët një organizim të tillë shumë perfekt dhe shumë realistik, edhe pse ishte dhe ajo sigurisht do të na tregoj pastaj në pjesën e dytë edhe kolegu që ajo ka bërë që edhe të ndihmon plus pa kërkuar ndihmën nga Unioni Evropian, nga mehanizmi Unionit Evropian, me të cilën shifet se neve duhet të bëjmë shumë në stërvitje, po, mirë po para stërvitjeve, para se të reagimit gjithmonë duhet në parandalim. Parandalimin e këtë rast për rreshjet është sidomos atë që e përmenda në këtë çështjen e ndërtimeve urbane, me ose pa leje.
se ne si institucione do të dalim, mirë po të gjithë e dim se si janë ndërtimet dhe ne mos të politizoj shumë ose mos të tregoj. Jo, është interesant sepse në Radio Kosovë u shtru pyetja çfarë përveç preventivës dhe a mund të ketë sanksione, cili është roli i drejtorisë tuaj, domethënë në këtë aspekt. Roli i drejtorisë tonë, sidomos ne kemi inspektim për para dhe pas ndërtimit të objekteve, shtetërore dhe private, të cilat po mirë po për rreshtet nuk është shumë e definuar, sa ato janë më tepër duhet të thjesht ta them kështu, ta dënojmë komplet një komunë. Komunën e Shkupit neve duhet ta dënojmë komplet për shkak se s'ka marrë asnjë masë ose s'merr masa ose kështu me radhë. Mirë po si më tepër janë për zjarret edhe materiat shpërthyese, atëherë domethënë del para dhe pas ndërtimit në një inspektim dhe kontroll për kundër zjarreve. Domethënë në këtë e kemi si të parë. Për rreshtet dhe për tërmetet, këto janë fatkeqësi tjera të cilat domethënë jo rastisht është rrava pyetjen edhe në fillim sepse kur diskutohet për emergjenca dhe një herë na shkon mendja për mbytyjet, po s'është vetëm ky faktor. Nuk jeni ju qendre sezonale për shembull, gjatë vitit ka dhe zjarre siç potencohet. Cilat janë ato probleme më të mprehta me të cilat ju sfidoheni, si thuaç? Problemet më të mëdha janë kështu, fillimisht e menaxhimi konkret. Sepse drejtorët të cilët vinë e shkojnë, secili vjen me një vizion, mirë po vizionet e tyre janë afatgjate ndoshta, mirë po për kohë e tyre është e shkurtë. Sa është për 4 ose 1 mandat. E për 1 mandat sa mund të arrijë është pikpyetja. Për shkak se neve gjithmonë duhet të shkojmë pak sipas asaj çfarë don udhëheci e jo çfarë don puna. Kjo është diçka e panjohur tek ne. Edhe kjo është në rajon, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut. Problemi tjetër është se për pajisja ne do të kemi pajisje. Mirë po, para se të bëjmë një reagim të shpejt, neve duhet gjithmonë të parandalem. Parandalimi është kryesore për fatkeqësitë natyrore. Të mësojmë edhe ashtu si thanë edhe kolegët më herët, të mësojmë edhe qytetarin. Shembull, pse mos të akumuloj tash nga rreshtet çdo shtëpi ose çdo banesë, çdo ndërtesë edhe të ketë mbledhjen e ujit nga shiu. Edhe po që të jetë edhe më i vogël, që ta shfrytëzosh nesër për diçka tjetër. Pjesa e dytë zakonisht na mbesin shumë pak minuta dhe unë do ta shfrytëzoj atë që do ta nisim pjesën e dytë, domethënë për bashkëpunimin sepse përmendesh Shkodrën dhe ato stërvitje që e bani. Unë kjo është e çuditshme, me një fjalë e përfundoj, vllau jam jeton në Shkodër më shumë se 10 vjet, mbase 97 kur ka qenë student. I them si është këto përmbytje Shkodër, jo s'ka asgjë. Nuk e fusim në debat. Megjithatë ky bashkëpunim rajonal si funksionon? Bashkëpunimi rajonal funksionon normal me marrëveshjet bilaterale të cilat I kemi me shteteve. Pastaj ne të 3 shtetet jemi edhe pjesë e mekanizmit evropian, me të cilën me një kërkesë nga institucioni bazë, siç në Maqedoninë e Veriut është Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, pa marrë parasysh jo vetëm për përmbytje, por ajo është edhe për zjarret, për tërmetet e tutje. Domethënë ne bëjmë një kërkesë edhe për një kohë të shkurtër, sa më të shkurtër. Tash mos të tregoj orët e sakta sa janë, që të del në ndihmë edhe ne për Shqipërinë, ne për Kosovën, ata për neve, po edhe vende tjera evropiane dhe jashtë evropiane. Sofit, faleminderit. Gjithashtu faleminderit juve. Ja. Faleminderit, shkojmë tek kronika e kolegëve të Radio Malit të Zi. Pavla Dekaj ka të ftuar Abdullah Nimanbegun, kryeshef I shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit në Ulqin. Ta ndjekim. Të nderuar dëgjues, të nderuar kolegë dhe ju në studio, ju përshëndesim nga Radio Malit të Zi. Lidhur me temën roli I emergjencave civile në rastet të fatkeqësive natyrore dhe dëmshpërblimi të prekurve, sot sjellim një pasqyrë nga qyteti turistik I Ulqinit. Sezoni I dimrit edhe në vendin ton ka nisur me përmbytje të shumta, të cilat kanë shkaktuar jo vetëm dëme materiale, por edhe rrezik për jetën e banorëve. Në situata të tilla, shërbimi I mbrojtjes dhe shpëtimit është struktura që qëndron në gatishmëri të vazhdueshme nga momenti I parë I njoftimit deri te ndërhyrja në terren.
Për rolin e këtij shërbimi në Ulqin, për mënyrën e reagimit dhe koordinimin gjatë emergjencave, folëm me kryeshefin e shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit, Abdullah Nimanbegu, i cili shprehet. Roli i shërbimit për mbrojtje dhe shpëtim është që t'ju vihemi në ndihmë qytetarëve, dhe me thanë në çdo telefonat të qytetarëve që kanë problem me përmbytje, ne dalim në teren dhe me pajisje, dhe me thanë që kemi, i ndihmojmë që dhe me thanë mos të kemë probleme apo dëme shtesë si pasojë e përmbytjeve. Nimanbegu shpjegon mënyrën se si shtabi i emergjencave civile të Ulqinit ka reaguar gjatë përmbytjeve të fundit që preken këtë qytet. Në muajin që ka kalu, kemi pas probleme shumë të mëdha për shkak të rreshjeve të dendura dhe me ato pompat që i kemi apo po ashtu edhe me sektore tjerë të komunës, si sektorin e komunalive, kemi pastruar rrugët, kemi pastruar kanalet që uji dhe me thanë të rjedh dhe mos të bëj dëme në shtëpijat që janë në vende dhe me thanë ku paraqesin rrezik. Po ashtu kemi bërë evakuimin e disa personave që nuk kanë mundur si pasojë e përmbytjeve të dalin nga shtëpijat. Ne në shërbim i kemi pajisjet që nga anijet, dhe me thanë 2 anije, 2 gomone dhe 1 anije limit, po ashtu kemi edhe pompa të ndryshme, veshjet që janë për ujre për përmbytje, kështu që dhe me thanë shërbimi për mbrojtje dhe shpëtimi i komunës Ulqinit është mjaft mirë i pajisur me dhe me thanë pajisje që i përket përmbytjeve, po ashtu edhe rrezikeve tjera që shkaktojnë. Si qytet bregdetar, Ulqini gjatë sezonit të verës përballet me sfida edhe më të mëdha në raste fatkeqësisht natyrore. Nimanbegu flet për masa që merren për të minimizuar rrezikun dhe për të ndihmuar qytetarët në mënyrë sa më urgjente. Ne kemi marrur masa dhe kemi hapur në disa punkte apo pika të reja si baza të shërbimit për mbrojtje dhe shpëtim, si në anën e Malit, që është në periferi të komunës së Ulqinit, po ashtu edhe në Shtoj, në pjesën e Shtojit, ku është lokalitet, dhe me thanë, jashtë qendrës së Ulqinit, afër Lumit Buna. Dhe me thanë, për momentin, komuna e Ulqinit ka bazën kryesore, që është në qendër të qytetit, dhe i ka 2 baza më të vogla në anë të Malit dhe në Shtoj, ku në rast intervenimit në ato lokacione, dhe me thanë kolegët nga ato baza nisen që të intervenojnë, dhe me thanë ma shpejt dhe t'i shmangen këtyre rrugëve të dendura që janë si që janë verës, që intervenimi të kryet, dhe me thanë sa më shpejt. Në raste fatkeqësisht natyrore, shpesh preken një numër i madh banorësh dhe pronat të tyre. Për këtë arsye, procesi i vlerësimit të dëmeve është një hallkë e rëndësishme pas emergjencës. Nimanbegu shpjegon se si realizohet vlerësimi në terren, kush është përgjegjës dhe cilat janë kriteret që përcaktojnë pranimin ose jo të dëmit. Çdo individ, domethënë çdo person që ka pas problem me përmbytye, normal më së pari lajmëron shërbimin për mbrojtje dhe shpëtim, të cilët shkojnë dhe intervenojnë, dhe pas intervenimit kryeshefi i shërbimit e shkruan një letër, domethënë në të cilën shpjegohet se kur është telefonuar nga personi, çka kanë intervenuar, çka kanë gjetur në vendngjarje dhe me atë letër personi shkon në komunën e Ulqinit dhe në sektorin, domethënë grupit i cili është i formuar nga komuna e Ulqinit për vlerësim, ja dorëzon letrën dhe grupi del në terren. Pas daljes të grupit në terren, i cili përbëhet nga 5 antar, pikohen dëmet, vlerësohen dhe mbas një kohe, domethënë vihet deri ke konkludimi se sa mund të jenë ato pasoja, dëme e tjerë. Vlerësime, domethënë kryhen dhe shpërblehen të gjithë ato të cilët kanë pas probleme. Dhe dëme të dukshme, sepse ndodh dhe kemi edhe telefonata që thrasin dhe kërkojnë dëmshpërblime të cilat
nuk kanë të bëjnë domethënë me gjendjen aktuale. Emergjencat civile, përveç se janë sektori më rëndësishëm në momente krize, janë edhe një mekanizëm kyç për mbrojtjen e jetës, pronës dhe sigurisë publike. Funksionimi i tyre i duhur është vendimtar për të zvogluar pasojat dhe për të rikthyer normalitetin sa më shpejt që të jetë e mundur. Për Pakufi nga Podgorica, Paula Dekaj. Ishte kolegja Paula Dekaj nga Podgorica me Abdullah Nimanbegun, kryeshef i shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit në Ulqin. Vazhdojmë bisedën këtu në studion e Radio Tiranës me zotin Besnik Ysaj. Zoti Ysaj, pas një dëmi, natyrisht vim tek ajo që është, si të thuash, paksa më e ndërlikuar. Sepse njerëzit humbasin pasurinë, humbasin të mbjellat, humbasin shpesh edhe pasuritë të tjera që janë, si të thuash, djersa e një jete. Si çfarë bëhet në raste të tilla, si veprohet për të ardhur në ndihmë atyre njerëzve për t'i dëmë shpërblyer në një farë mënyrë, edhe pse shumica nuk janë të siguruar nga kompani të ndryshme sigurimi. Atëherë, përpara se t'i përgjigjem pyetjes tuaj, unë desha të nalëm pak edhe te kolegu nga Prishtina në lidhje me ndërtimet pa kriter, se në përgjithësi gjithë ato që unë i thash në fillim na kanë nollë në këneta, afër lumeve, afër liçeve, ku nuk lejohet që të ndërtohet. Në bazë të ligjit 45/19 kërkohet përpara se të jepet një leje ndërtimit, kërkohet një vërtetim rrezikut që pak faktikisht nga bashkitë nuk e zbatojnë. A quhet leje mjedisore? Jo, vërtetim. Nuk është leje mjedisore, është rrezikut rrezikut, do të thonë që kryetari i bashkisë lëshon një vërtetim rrezikut që garanton. Vazhdoj. Po është një gjë kryesore që e garanton pronarin. Po natyrisht. Po, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, do në zbatim të këtij ligjit, ka bërë inspektime, ka vendosur edhe gjoba, qoftë strukturat lokale, qoftë edhe në ministri, për lidhje me zbatimin e këtyre. Desha cek pak edhe kolegun nga Maqedonia në lidhje me Shkodrën edhe në lidhje me stërvitjen që është bën. Dhe pse s'u përmbyt Shkodra, atëherë do të dalë direkte pjesa jote. Atëherë, Shkodra dhe Lezhë nuk u përmbyt për arsye se njësitë e strukturave lokale kishin marrë gjitha masat për pastrimin e kanaleve, kolektorëve, u bën një menaxhim mjaft i mirë kaskadeve, se Shkodra është përmbyt vazhdimisht, domethënë vike ja leshin gjithmonë kaskadeve, po domethënë ky vit ka qenë një menaxhim jashtëzakonisht i mirë. Prurit kanë qenë të viteve maksimale, po fal menaxhimit të këtyre, domethënë ne Shkodra ka qenë me pasoja shumë të vogla. Të dalim te pas çdo kuptohet fatkeqësiet, kemi edhe pasojat aty, ashtu siç e përmend edhe ti, sigurimi i pronave. Çfarë është bërë, se s'kemi shumë kohë. Çfarë është bërë konkretisht? A kanë shkuar grupet në terren për të evidentuar dëmet, për të shënuar, për të mbajtur shënim? Konkretisht janë ngrit grupet e punës nga strukturat e bashkisë dhe drejtoria e ekstraksionit bujqësor, ku po bëhet evidentimi dhe vlerësimi i dëmeve, qoftë strukturat banimit në rendin, pajisje, në infrastrukturë, në biznes, në kulturë bujqësore dhe gjitha dëmet që mund të jenë shkaktuar këto. Dhe qeveria shqiptare i ka marrë parasysh që këto t'i paguajnë strukturat. A garantohet një shpërblim? Patjetër, këto i garantojnë, domethënë do t'i paguajnë strukturat e pushtetit lokal. Po përmendim fjalën shpërblim, po këto dëme domethënë do të kompensohet. Do të kompensohen. Okej. Atëherë, këto kompensohen nga fondet e bashkisë, në rast se bashkitë nuk kanë fonde të mjaftueshme që t'i paguajnë brenda vitit, te kalohen për vitin tjetër. Dhe në rast se vlera kompensimit kalon 8% të buxhetit të bashkisë, kërkesa përcillet nëpërmjet prefektit qarkut pranë Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Janë procedura që vazhdimisht ne i bëjmë, dhe ajo mund bëhet pastaj me një vendim të Këshillit Ministrave dhe bëhet. Pra, paksa e gjatë periudha kur mund të marrin këtë kompensim financiar
derisa shkon. Atëherë, kur nuk janë fondet e mjaftueshme, zgjat, po kur nuk janë, po për fonde paksa më të në përgjithësi, më të vogla. Në përgjithësi janë likuidu të gjitha. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka likuidu të gjitha edhe të viteve që kanë qenë qysh 2016, 2017 dhe sot nuk ngelet asnjë gjë që nuk është likuiduar nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. Fjala është për këtë realitetin e fundit. Po, realitetin e fundit. Po. Atëherë për ta përmbyllur edhe ato që folet në fakt, por ndoshta mund ta zgjerojmë edhe pak bashkëpunimi me rajonal i agjencive edhe të gjithë faktorëve në raste fatkeqësisht natyrore. Atëherë edhe kolegu citoi ndoshta po një stërvitje të përbashkët në Shkodër. Po. Nisur nga kjo mund të na sjellësh një përvojë të bashkëpunimit me Kosovën, Maqedoninë. Edhe ajo ka qenë fatkeqësisht nuk njohin kufi bile. Kështu ka qenë kjo ka qenë motese. Bashkëpunimi ndërkombëtar është një aktivitet, është një Po, jo konkretisht, domethënë për punën janë tani rutinë e punës bashkëpunimi me njëri tjetrin. Patjetër, është hera e parë që në Shqipëri i ka mekanizmi evropian i ka besuar Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile një aktivitet aq të madh që ishte për përmbytjet e Shkodrës dhe kjo faktikisht ka ndikuar në punën tonë të përditshme që i kishim me këto lloj situatas. Përpara se të hym në studio, ju më thatë që ishit të njohur tazëm me zotin Koçinaj, me të ftuarin e kolegës në Radio Kosova. Pra, kjo flet, edhe ky fakt flet për ato që ju komunikoni, bashkëpunoni me njëri tjetrin në gjitha mënyrat, domethënë. Edhe kur nuk ka fatkeqësi natyrore, por sidomos kur ka. Ne komunikojmë vazhdimisht, ne kemi bërë stërvitje qoftë në tavolinë, qoftë edhe në terren, qoftë për situatën e zjarreve, qoftë për situatën dimërore për masat e marrë duke organizuar që edhe vetë zoti Koçinaj ka marrë pjesë në Dibër, në Shkodër, në Korçë, në Fier janë bë. Edhe ju keni shkuar, besoj, në aktivitetet e zhvilluara në Kosovë dhe në Maqedoni, apo qoftë në Malzi. Ju falenderoj shumë zoti Besnik Hysaj që ishit sot në emisionin Pa Kufi. Ishte era e parë që vinit në studion e emisionit ton dhe ju falenderojmë përzemërsisht edhe në emër të dëgjuesve. Pra ishta me zotin Besnik Hysaj, drejtorisë gatishmërisë dhe koordinimit në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile të Shqipërisë. Kalojmë në Radio Kosovë tek kolegja Mirveteuka. Po ja, zotin Ea, do të vazhdojmë pak të përpiqemi ti përmbledhim më shkurt çështjen e dëmeve, nëse deri tani me siguri nuk keni një raport të përgjithësuar sa ka arrit vlera e këtyre dëmeve, po mbase paraforsisht mund ta dini dhe mundësinë e dëmshpërblimit. Sikur se e ceka pak më herët, në kuptimin e vlerësimit dëmeve, natyrisht që kemi ndërmarrë veprimet edhe në afatin rekord në kuptimin. Dhe sigurisht prisni raportet edhe nga komunat përkatëse. Patjetër sepse regulativa në fuqi në Kosovë këtë e vëzon, nuk kemi tjetër edhe kemi regulativ të mirë, të qëndrueshme, bazuar në standardet e pranuara ndërkombëtare. Pra, komisionet kanë ndërvepru, niveli komunal ka ndërvepru me situatën dhe me herë ka shpall thirrën, ka caktuar datën, ka caktuar adresën dhe vendin, telefonin për të dëmtuarit nga përmbytjet. Komunat sigurisht që nuk do të mund të mbulojnë të gjitha këto shpenzime sepse nuk kanë buxhet dhe disa komune janë shumë të goditura. Do të ndihmohen këto edhe nga niveli qendror? Natyrisht, nga praktikat e mëparshme është pasi të verifikohen dëmet e shkaktuara në komunitetet e caktuara, ai vlerësimi i dëmeve i vije qeverisë Kosovës. Por në grupin ndër institucional të vlerësimit dëmeve që vetëm kontrollon respektimin e procedurave dhe përballjes standardeve të caktuara në po atë regulativ të cilën ne e kemi në fuqi që nga viti 2013 në kuptimin e vlerësimit dëmeve. Pra ky komision qeveritar vlerëson ndjekjen e hapave dhe mbajtjen brenda kornizës së kërkuar në kuptimin e kompenzimit dëmeve. Më pastaj pason vendimi qeveritar i cili kompenzon në dëmet e shkaktuara në ekonomi familjare, toka bujqësore, infrastrukturë,
objekte publike dhe gjitha tjera. Emisioni jonë sigurisht që do të shërbej edhe të prekurve drejt për drejt nga këto vërshime dhe për të marrë informacion lidhur me mënyrat e aplikimet dhe afatet. Deri kur ka afat për të aplikuar dhe çfarë kërkohet, çfarë kriteret duhet të përmbushin për të marrë këto dëmshpërblime personat të cilët janë prekur. A ka probleme edhe sa i përket asaj nëse personat e caktuar nuk kanë dokumentacion të rregullt pronësor? Natyrisht se komisionet komunale udhëzojnë qytetarët dhe palët në procesin e vlerësimit dome për t'i përmbush kriteret sipas ligjit dhe për të ofruar faktet e domosdoshme të nevojshme për të proceduar lëndën në komisionin qendror qeveritar dhe ai pastaj të shkojë në qeverinë e Kosovës në kompenzimin, në procesin e kompenzimit domeve. Kjo është rrjedha ose logjika e veprimit në Kosovë. Tani kur e bot pyetjet nëse sa janë domet e parafërta, natyrisht unë do të bëj përpjekje nga një raport i pranuar prej UNDP-s, të cilin e kemi kërkuar dhe kemi bashkëpunim shkëlqyer, të cilëve ju falenderojmë në këtë rast, dhe ato kanë nxjerrë të dhënat e caktuara, të cilat natyrisht nuk janë definitive, janë të parafërta, bazuar në burimet e hapura të informacionit, të cilat i kanë organizatat e Kombeve të Bashkuara. Sa për ilustrim mund të them se parashikimet e dëmeve të shkaktuara janë në përmbytjet janë prek mbi 15.400 hektar nga UNDP-ja. Toka bujqësore. Po, sikurse ceka në komunat përkatëse të cilët janë goditur më shumti. Kjo nuk do të thotë se do të mbetet në këtë shifër, por është e besueshme që do të jetë e parafort me këtë shifër. Ndërsa popullata e prekur në mënyrë direkte ose indirekte nga përmbytjet janë mbi 30.000, kështu që edhe për komunat e caktuara kemi edhe damet sipas grup moshëve të cilët janë afektuar nga përmbytja e fundit. Nëse doni këto mund të ndaj edhe informacionet. Por sa të kemi mundësi sa na por mos me hin detaje tani. Duke marrë parasysh raste tjera, në rastin e fundit që ka qenë nuk e di para një viti apo 2 vitesh kur ka qenë vërshim më i madh pjesa e Skënderajit, kemi parë raporte të ndryshme të mediave se nuk kanë marrë dëmshpërblimin e duhur qytetarët e asaj komune. Cilat janë përvojat në përgjithësi? Thjesht procesi i cili ndiqet është poajt cilin sa po e thash, jo rol herë ka në procesin e vlerësimit dameve ka shkari, hajti themi sikurse e cekët edhe ju, në kuptimin e argumentimit të filluar prej listave poseduese, sikurse e cekët. Jo rol herë na kemi shkruar. Që janë probleme shumë të shpeshta sepse në shumicën e rasteve qytetarët nuk posedojnë të drejtën e pronësisë ndaj një prone të caktuar të cilën e kanë në posedim. Cilën e shfrytëzojnë. E shfrytëzojnë është në posedim, do të thotë por nuk e kanë të drejtën e pronësisë që mund të kërkohet si dokumentacion. Po besoj se këto janë disa prej arsyeve, tani edhe arsye tjera janë edhe mungesa e fundeve në kuptimin kur pasojat shkojnë në shifra milionëshe, 10 milionëshe, 100 milionëshe në kuptimin e pasojës nga përmbytjet. Kjo është me rrezik që qytetarët të mos dëmshpërblehen, ose jo në nivelin çfarë ata kanë humbur, të jetë minimale. Unë nuk e besoj këtë që duhet përcjell mesazh se qytetarët nuk do të shpërblehen. Jo, nuk dua ta përcjell asun, por marr parasysh faktin e vitit të kaluar se si ka ndodhur. E dim se nuk janë dëmshpërblyer në nivelin, spaku jo në nivelin çfarë ata i kanë pasur humbjet e tyre në pronat e tyre, qoftë bujqësore apo të shtëpive. Zoti Kushina, ne ju falenderojmë shumë, shpresojmë që qytetarëve sadopak tu kemi dalë në ndihmë për të marrë disa informacione dhe nëse e kuptova mirë mesazhin, ata duhet të drejtohen tek kuvendet, tek komunat e tyre, tek zyrtarët e komunave të tyre për të marrë gjithë informacionin lidhur me procedura që ata duhet të ndjekin për të marrë dëmshpërblimin për humbjet që duhet ta plotësoj këta se ai dokumenti i vlerësimit domeve në nivel nga komisionet përkatëse në nivele komunale vjen në nivel qendror për ta kontrolluar kuptimin e ndjekjes së procedurave dhe rregullative në përputhshmëri me rregullativat. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e misionit Kushinaj. Mund të marrë faleminderit të zotit Koçina. Shkojmë në Shkup për ta përmbyllur aq sa na ka mbetur. Po, u diskutua është interesant sepse për të rumbullaksuar temën për dëmshpërblimet si qëndron këtu në Maqedoni. Maqedonia e Veriut, domethënë dëmshpërblimet pas fatkesive natyrore nuk është diçka automatike. Ajo është i përket çdo rasti, por rregullohet me ligj dhe me vendimet institucionale.
Më dëmshpërblimi u përket qytetarëve, u përket familjeve dhe subjekteve të cilat kanë pasur dëme të drejta nga përmbytjet, zjarret, tërmetet, rëshqitjet e dheut e të tjera fatkeqësi, verifikohen zyrtarisht nga komisionet komunale dhe shtetërore, pastaj rastish normal duhet të jetë në shpallje gjendje krize ose emergjence, se nëse është një fatkeqësi natyrore mirë, por nuk është e shpallur si rast krize ose gjendje krize, atëherë ligji nuk jep që të mund të dëmshpërblehet. Kjo duhet të rregullohet, por kjo rregullohet normal në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, e cila për gjithë këtë duhet të merr një vendim për mjetet financiare, nëse nuk mund të mboloj komuna ku ka ndodhur fatkeqësia. Qendra për menaxhimin me kriza, do me thënë edhe ajo si koordinon me procesin, gjithashtu edhe ne si drejtori për mbrojtje dhe shpëtim me inspektorët tanë dalim në terren dhe japim një analizë me të cilën sa mund të jetë dëmshpërblimi për një qytetar ose një familje apo një subjekt i cili ka pasur nga ato dëmet nga fatkeqësitë natyrore. Zakonisht do me thënë, dëmet nuk mund të jenë gjithmonë 100% për arsye të asaj që do të komisionohet ose do të inspektohet. Humbjet në blegtori dhe bujqësi gjithmonë janë më të mëdha, se mund të e gjithë ajo që është mbjellur nuk mund të vilet pastaj, kështu që humbet nga rreshtet ose edhe nga zjarret normal. Dëmet janë ato të cilat të gjitha do të rregullohen dhe do të verifikohen, do me thënë në fund çdo qytetari do të dëmshpërblehet, i cili do të informohet. Kjo që ka poenta, do me thënë dëmshpërblen qytetarët. Ne kërkojmë gjithë, sepse kemi shkelur absolutisht minutën e fundit të emisionit. Faleminderit që ndave kohë. Ishte kënaqësi që mas Londrës të shihemi shkup të pim një kafe. Po, faleminderit. Shumë faleminderit edhe juve, me kënaqësi pranova normal ftesën dhe si thash në fillim, pas Londrës drejt për drejt në emisionin tuaj Pa Kufi, i cili një emision që edhe ne ndjekim çdo javë, edhe kur jemi këtu për nga vende tjera ku shkojmë diku për shkak se mund edhe nëpërmjet internetit të ndëgjohet, ashtu. Me të cilën do me thënë ne edhe një herë ju faleminderit dhe vazhdoni kështu. Ju dëshiroj suksesit të gjithëve dhe sa më pak përmbytje të ketë sidomos në këtë sezon. Shpresojmë, po, faleminderit. Faleminderit me medali, faleminderit të ftuarit tuaj. Miq, kjo ishte e gjitha për sot. Në Pa Kufi diskutuam për rolin e emergjencave civile në mbrojtje të jetës dhe të pasurisë së qytetarëve në raste problematikash dhe fatkeqësish natyrore. Në studion e Radio Tiranës me mua ishte zoti Besnik Hysaj, drejtori i drejtorisë gatishmërisë dhe koordinimit në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile këtu në Tiranë. Në studion e Radio Kosovës me kolegen Mervete Uka ishte Nehat Koçina nga Agjencia e Emergjencave Civile të Kosovës. Në studion e Radio Shkupit me kolegun me Dali Jusufi ishte Safet Zeqi nga Drejtoria për Emergjencat Civile të Maqedonisë së Veriut. Në studion e Radio Malit të Zi me kolegen Paula Dekaj ishte Abdullah Nimanbegu, kryeshef i shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit në Ulqin. Nga unë Omar Gjeka, miru dëgjofshim. Mirë mbeçi të gjithë dhe faleminderit ju që na ndoqët sot. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim. Javën tjetër, të njëjtën tjetër.